Eurodeputetja franceze Rima Hassan, një nga figurat më të njohura të lëvizjes pro-Palestinë në Francë, është ndaluar nga policia në Paris dhe po merret në pyetje nga autoritetet. Hetimi lidhet me një postim që ajo bëri javën e kaluar në rrjetet sociale, ku shprehte solidaritet me Kozo Okamoto, një militant japonez i dënuar për një sulm terrorist në vitin 1972 në aeroportin Ben Gurion, ku humbën jetën 26 persona. Ndalimi i Hassan ka shkaktuar reagime të forta në politikën franceze. Nga ana tjetër, Parlamenti Evropian nuk komentoi mbi procedurat në Francë, por njoftoi se po qëndron në kontakt me autoritetet kombëtare dhe me grupin politik të Hassan. Rima Hassan, e lindur pa shtetësi në një kamp refugjatësh palestinezësh në Siri, është dalluar shpesh për qëndrimet e saj të forta pro-Palestinë dhe për aktivizmin e vazhdueshëm. Ajo ka qenë më herët në hetim për akuza të ngjashme, ndërsa emri i saj është përfshirë disa herë në debate politike brenda dhe jashtë Francës. Në qershor ajo u arrestua nga autoritetet izraelite pasi u bashkuar Freedom Flotilla, një grup aktivistësh që u nisën nga Italia me qëllim që të dërgonte ndihmë humanitare në Gaza. Pas kthimit në Francë, ajo u prit nga qendra mbështetës që e vlerësuan si zë kritik të çështjes palestineze. Rasti i saj ka rihapur diskutime në Francë për kufirin mes lirisë së shprehjes dhe glorifikimit të terrorizmit, një temë ndjeshme që vazhdon të ndaj politikën dhe shoqërinë franceze.